me gjas pas publikimit të lajmit që ka dalë nga ju, e ka reagu ministria dhe ka dërgu një email në adresën tonë elektronik ku na bëhet një ftesë, aftesë keni pa edhe ju vet, ajo gjithçka mund të jetë vetëm ftesë ju, një farë urdhërese, një farë emaili urdhërues, aty në fund shujke prania e domosdoshme e diçka. Ne kemi me di edhe sot që kena pas prononcime të tjera, nuk zbatojmë urdhat askuj, ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkatësisht ne që përfaqësojmë këta ushtarë këtu në organizatën tonë, urdhat i kemi zbatu, urdhat e komandantëve në kohë lufte, o pas lufte jo, nuk kemi bartës të asnjë ministrie, jemi organizatë dalë nga lufta që përfaqësojmë vlerën më të ndritun, që është ushtria shqiptare e Kosovës, prandaj emaili ka qenë ofendues, nuk na kanë trajtuar me dinitet, edhe njëherë na vjen shumë keq që ngrit gjitha këto polemika për një ngjarje kaq të rëndësishme për vendin tonë. Prandaj po të kishim marrë një ftesë pozitive që ditën e parë kur është themelu këshilli nga qeveria, sigurisht që do ta kishim trajtuar në organet tona udhëheqëse dhe me siguri që do të kishim deleguar në përfaqësues tonë. Fadili është vetë luftëtar i UÇK-s dhe besojmë që ka pas të drejtë ato që i ka thonë edhe pse nuk e kemi këtë informacion. Megjithatë mirë ka bëu, do të thotë për neve është lajm i mirë. Le ta kupton edhe ai këshill, edhe shteti jonë, edhe gjitha institucionet tona që mbaç asaj sakrifice që kanë ndodhur gjatë luftës tonë për liri, e pjesë së sakrificës janë këta djemë vajza që edhe përfaqësojnë këtë vlerë përmes shoqatave dala nga lufta, ata sot e udhëheqin këto institucione. Ata janë sot ulur nëpër ato kultuçe, besan me makina, me derivate, me gjitha të mira që i dhon secili zyrtar qeveritar sot, prandaj pa respektin e këtyre vlerave nuk kanë kuptim as këto institucione. Sa i përket ftesës së dytë që mund ta bëjnë ata, neve nesër kemi takim me kryetarët e degëve në gjitha nivelet e vendit tonë, ku do të diskutojmë e njëra prej pikave të renditjes është organizimi e epopejës së UÇK-s, dhe pastaj ndoshta edhe mund të prononcojmë, po mund të japim ndonjë deklaratë nëse do të vijë ftesë, por çish po shihet jo, nuk marrim pjesë për arsye se neve që kemi këshillin tonë tani dhe jemi në fazën e përgatitjes, prandaj nuk kemi arsye që me qenë pjesë në një këshilli tjetër përderisa kemi këshillin tonë. Prandaj qasja që këta kanë pas, neve nuk na lën më rrugë që me bashkëpunu me ta.